Jemi përsëri në fshatin Gmic të Kamenicës, këtu tek jeton Korça, i cili ka fermën e lapëve, ku gjithsej ka 32, por problemi dhe sfida më e madhe e tij është që këtu në këtë vend nuk ka rrymë dhe nuk ka rrugë të shtruar. Hajde shkojmë e vizitojmë dhe të na tregoj për gjithë fermën e tij. Përshëndetje. Faleminderit për mikpritjen, edhe shpresoj që nuk e lodh se e di që puna juaj fillon prej orës 5 mëngjes. Atëherë, na këtu jena në fermën tonë dhe tregom që sa vite ke fillu mu marrë me blegtori dhe cila nështë ka qenë arsyeja. Po, pej thëmininje dhe më hanë pej që kom këni shkërë dhe jem morë me këtë punë, po dhe bakë gjëshe jem morë me këtë punë. E keni dash dhe më thanë pjesën e blegtorisë. Edhe qysh kanë qenë ato fillimet e tua, dhe më thonë, kur ke fillu vetë tani mu marë? Se besoj atëherë ke shku përmes babit edhe ke vazhdu e ke kryna i puna të këtë, po tani vetë, qysh kanë qenë? Ty betë shtira kanë qenë, po me gjithë kadal e kum arrit këtë farë. I kum rrit të shumë. Po, me sa lap ke fillu në fillim? Po, shtohë të i qashtu diko në konë. Dhe më thonë, ma herët, unë e di që krejt, gjdo shpi ka pas ka një kafsh edhe jënë mirë me blegtori e bujqësi. Tash nështë ka ndryshu ajo pjesa, ma pak ka. E kështë që ti ato mësimet e para i ke marë krejt në fillim si fmi. Po, tregom ata qysh një zdita jote si fermer, këto. Me pësit që me nëgjes një kafe dhe drejt këtu të fejrma, ju qes, hjek dhe dalë të shpitja, thejt në apet, ju qes, gjithë ditën që të e qaj këvën, dhe me honë të i mazdaur ke qisajde në me gjamë. Po, me qka ju shem? Po, sa unë kërun në kalama që bluj, kërun që si farë. Po, i keni tokat e juja? Po, kemi 26 hektar tëu në tëu. Po. Që i punoj këtu. Edhe, du më thonë, atë ndihmon dikush për këtë pjesë, kina i punëtor? Ja, vetë me shëvqen. Dhe me honë dhe një vlau e ka me linkt, aj për në të kasim me qështu delum një marë. Po, cila nështë është periudha ma e vështirë, nështë sezona e dimrit apo e verës? Ja, e dimrit, vala. Pse e dimrit? Se rrugën s'kej me rrugë heqë. Dhe më thonë që kjo është edhe une vetë e ceka në fillim që rrugën është katastrofë, themi ashtu. Po pse nuk kanë ardhë, dhe më thonë, ande për me shtru rrugën? Po, Allah, i spedit ashtë në pranë vajrë që atëreja patë në njës pak, edhe na e nalu nuk ishe për na i strojnë me zhavar, ku marru shpikë të si vjetë, dhe me honë se e du këtë punë edhe së vëqikje rrugë me konë me më nërej, që hisë se lëshej këtë verë. Se babë babëgjesh pej si saj punë e jenë marë edhe që tu kisha rënume. Po, du më thonë ti e ke ndërtu shtëpin, po pjesa për shkak që ti nuk mund është me ardhë këto është rruga. Po, cili shka një mesazh që nështë ta komuna me ndëgju? Me na i reguluar rrugën, minjë rukon në kryetari i rigje. Po, keni bo kërkesat vazhdushme? Po. Kemi bo kërkesa dhe i kom tigër çdo herë, i kom tigër që në dalet ju e potë edhe vetë, shfar katastrofe. Po, tregom ata shpjesën e fermës pak, është këgja e madhe ferma, dhe më thonë ka ven... 5 metra me dëmë vaj, i në zënë 40 krere tej, për i në zënë. Po, e ke pas të gjithë këtë fermë prej fillimeve tua? A e ke ndërtu ma vonë? E ke ndërtu. Po. Në 2016 e kemi marë. E ke fitur një grant. Po. Edhe që ke pas atëherë? Nështë atëherë u konë pak ma sistem ma ndryshe? Po, si atëherë këto ma kanë shumë për sistem të ligër. Edhe këto gjoja vrohën, se sjënë si atë që edhe e kumë këty i kumë ligër në një apet prapë. Po. Po, sa lipin për kushtim, dëmë thanë, këto lapë? Sa dojnë kujdes? Qështë i këshërsh, qashtu i kije. Sa, dëmë thanë, të kujdesës çdo ditë për to, po a ke pas në moment vështirë, është në sfidë të madhe përveç rrugës edhe rrymës që e ceka edhe atë pjesë? Ty be edhe me rrimësimi mirë.
edhe me rrim katastrofë. Jenë rëzu bandaj rati kemi thirë zdi sa herë, në pranverë mi ka my 2 lëgë për rrima, shkoki i bandaj raqyën, raqë me i kërkosh, s'pa del bre fort kosh mu interesu kanal. Po, do më thamë fshatin Gmic nuk është po interesohen shumë, edhe pse une herën e kalune, kur kam qenë këto, tash ka shumë pak shtëpia. 2 shtëpi, 3 simi, që të 2 fejrma në Gmic, Po. edhe 2 shtëpi llogaritën. Po ti, a mendon nështëta këtë pjesë me Elona i herë, s'don mu dërzu për pjesën e fermës? Jo, heq. Do më thanë dënë me vazhdu të në kohën. Ki fitime nështëta të mjaftueshme? Po minjën nuk ka heq. Po. Do më thanë e bën shitjen e tyre, bën shitjen e qumshtit, djathit. Po. Kur është koha e ty në tregoma pak këtë pjesë? Po ty be une filloj pej maur si këto, janë njësëm me shita më se i hek hitat, edhe po më duhet me shita asfalti, shkoki rrugës, janë njësë 2-3 hera vardi ka derë qumshti gjyps atë ju da në asfalt, edhe më ka të ishtë shif taft kja me qita asfalti qumshtin me dërzu se këto s'ka shans në avë. Po, do më thanë, po që shke arrit nështëta mi bind njerës për me ble qumshtin tanë? Po ty be të qumshtërës kështu të kaubi, une jam që 5 vjeta 6 që ishes ati do më. Po në fillime besoj ju ke shit njerëzve, familjarëve tu, rrethit tanë. Po, edhe besoj që çmimet janë të arsyeshme për me ble qumshtin. Po, sa dënë me rrit nështëta numrin, se une përshoj që këtu këgja ka... Me konë që të rrugë me ma në rejqë, te në 60 pa i kisha bon. Edhe ven kemi, do me hanë 26 hektar që ka në i kalon vabë gjyshi, i kemi të unë atë që i kumë mojt asë mu shtaj raz dhe qka po shkoki rrugës. Po, e vërtet, kjo është... Që kje do më imponu pe i këti veni, se kom në rejtë shpik me dam edhe këta edhe me i pe i këti veni. Me dalë në qytet në Kamenic, apo me dalë krejt jashtë vendit? Krejt jashtë vendit. Jo. Për pjesën e punëtorëve e tregove që vetëm me bashkëshorten, ajo është përkraja jote më e madhe. Po, nështëta ke pas punëtor kështu gjatë periudhave, sezonave, apo heq? Besoj që nuk e dojnë këtë punë, nuk vinë. Jo, që parte. Do më thanë, është problem. Problem është për punëtorë të me siguru. Po. Edhe pse nështëta punëtorët, këto une që kom dëgju prej fermerëve tjerë, është se këgja mirë paguhen. Pa të hava dhe një, ku me t'i qysh se përna këtë punë. Po. Zdo kush se përna. është problem. Po, ti më tregova ashtu që dita jote nisë të ju shqy, po kur është nështëta koha e mjeljes, vjen bashkëshortja e mjelni bashk, apo vetëm ti? Jo, na i herë vjen edhe ajo kur të kejnë këtë ligjer, se i kemi duhet minj, ata janë shkolla duhet pak... Po, mu kujdes. Mu kujdes për ta duhet me qit në asfalt minj, se e lash, eftaft, kur po mers. Po, normal. Po, a ke pas nëjë moment vështirë ti kur je lodhë prej kësaj pune? A ki nëjë moment kur thu, s'po shkoj sot heq në fermë? Ja, ata s'm shka kur raj me në bile heq, se e dugu me shpirë këtë punë dhe me hanë rrite të në këtë moment me këtë punë kur si ku ndohë. Po, qysh ka qenë aja pjesa e fëmirisë tonë, trego ma pak, edhe pjesën që ti ke dalë me babin të në fermë, po edhe kështu, nështëta atëherë ka qenë ma e mirë se jeni konë ma të lumëtër, se tash? Po, se atëherë ma minjë konë. Pse ka qenë ma mirë? Pse atëherë më kujdejs babi e jone. Sot unë më dojë. Po, a ke mendu ndonjëherë nështëta pjesën që ti kishe pas babin edhe ai të kishë ndimu ty këtë? Po. Të në kohën? Po. Që i ke ndimu ty atëherë? Po. Qashto. Tokat, të tregove që i ke tuat, do më thanë krejt ushqimin, e kanë bio këto. Krejt i keni tuat. E tregove që pjesën, do më thanë, i liran një jashtë natyrë dalin gjatë stinës verës, besaj ato, dimrit i mbani mbyll, po qëfar ratëse janë lapt? Po, si mental, ma shumë, ja. Do më thanë, te e përdor këtë ratës, cila është arsyeja nështëta që e përdor ma shumë këta? Se di jo ashtu shumë si s'kom mojt lëp të minjëra kështu, po
Me qitë rast këm fillu pej fillimi dhe... Edhe dënë me vazhdu me qëta. Për këta fermën, e tregove që ke fitu të grandin, po nështa dënë diçka me bu ma ndryshe? Ty bes, bën vakit që po. Dhe të me ndryshu pak të sistemin, dhe të me këtyve në thonë që të me qitë këtu me dhëmë për traktore, për këtoj senet me regullu mamin e pak se... Po, është pak pjesa e vështirë që ka ma shumë punë tani për ty. Ajo pjesa e sistemit tjetër është ma e lirë. Po, për pjesën e viçav, cila shkoha e ty në... Tregami pak se pisha që ka viça ka gjasë shumë këto. Po, ty be këta shka i kum qita i rrugui, por i rriti dhe ma unë ishta i... Tjetë i kum hikë që i kum pasë, dhe më zetë i kum shikë të i lonë për rriti. Po kur është koha nështa që ti ki fitime pak ma shumë, për shambu të shitja? Pej monë si e në thonë fillan... Shitja e tyne? Shitja e tyne minë. Po, edhe nuk dalë asë njëherë në treg? Ja. Ata vinë krejt këtu i këshyrin? Krejt. Një mesazh për rinin tonë se ata nuk merën? Mos me të që kitë vend. Se ma minjër se në gjonë kërkon. Vesh rrugë me najnë rejnë, s'ka këtë unë ka mundësi mu këthy shumin ca në vend vejtin, se u jenë praktisë të vendë. Po, për ty është pak dëshprem në shta që je ti dhe Fatmiri që i keni jo këtë dy ferma në këtë fshat. Ma shumë vëllë miri, larga. Po, jeni të vetmit, nështa i shkon shumë a mirë nëse ishin këthy tjertë edhe kishin ndërtu, ishin merë me blegtëri. Edhe Fatmiri pejtë zvistrët, krejtë të bëma të Po, shumë. po të rritë nuk e dojnë pjesën e blegtërisë. Se për ata dhe tash edhe pjesa e punëtorëve nuk ka. Jo, s'ka vëlla, problem është për punëtorët ma shqitash të të hajbo. A ke pas të naj sfid nështa të madhe edhe nështa vitet, cilat kanë qenë vitet e tua ma të mira, që ke pas shqitje edhe ke thonë dola që tash te për mirë, dhe më thonë, ose edhe viti ma i keqë për ty? Valla, që një 2 vjetë e kënej minjër është punë nga forcë, ja pa. Minjër është mas shumë të i për që të rrugë jam zërë. Po, si ta në rejsh po të kalëzoj edhe në Gjermani një në Zvicër se se lëshoj këtë ven. Se e du këtë ven edhe me të natë minjër atë është. E danë këtë ven, po i danë edhe këto kafshë që i kujdesësh për to. Në më thamë fermën asë njerë nuk me ndonë me e lonë. Ja. A me ndonë mja u trashëgu të fëmijëve të... Po, në gjejtë qinë ma minjë të hejtë, si më të gjojnë që e ku e kanë punën këto. Po. A vinë fëmija e tu bashkë me ty, kështë të shikoj se më tregove që i ki pak të vogël? Shkollë janë të shtunën, dilën dhe më haun, ata i kam këto non-stop, vetë ju që isin, më dhe edhe në ple, ishtin vitat për dalën lëvë, me të i të kerejt ata i krynë të seme. Edhe që është bënë mundi ty kjo pjesë, edhe që është bënë mundi pjesa që këtë këto arritet e tua që i ke trashëgu mas pari prej babit, po dhe tani që ke vazhdu vetë? Qysh ndihesh? Po, minjër. Do më thonë, ndihesh mirë, danë me rrit ende, po vetëm... Shko ki rrugën. Po, vetëm kja. Qitë rrugën, me manë rejsë. I shkojnë po. I shkojnë shumë minjër. Faleminderit shumë.